mundur t'i rezistojnë. Mirëmëngjesi Ramadan dhe faleminderit që je së bashku me ne. Mirëmëngjesi edhe juve. Si e kemi në këtë mëngjes Gjermaninë? Unë e di që ju jetoni diku afër Zvicrës dhe Gjermanisë, kështu që do të raportosh për 2 shtete. Po në fakt ne jetojmë këtu në kufi fare, dhe me thënë Konstanc, afër liçenit të Bodensee, që jemi në kufi me Zvicrën. Këto ditë kemi fatin që ka kaluar ajo vapa e tmerrshme, dhe sikur kemi filluar të gjejmë veten, por natyrisht që kur ka shumë diell, ankohemi se është shumë ngrohtë, tash që ka filluar të na kthehet shiu, do kemi ndoshta edhe ankesa edhe për shiu, por për momentin jemi shumë të lumtur që ka kaluar ajo vapa e tmerrshme që kishim këtë ditë. Po pse kaq shumë po ankoheni për vapën? Nuk i di që sa kohë ju jetoni në Gjermani, në atë pjesë të Evropës, a jeni përballur edhe në të kaluara me temperatura kaq të larta? Jo, në fakt kjo vapë e tillë nuk ka qenë e pranishme prej vitesh, po flas për këtë kohë që sa jetoj unë këtu, këto 30 vitet e fundit, dhe ketë temperatura mbi 40, personalisht nuk më kujtohet që ka pasur. Mund të ketë pasur ndonjë ditë të shkurtër, por jo me javë ditë të tëra. Por kësaj radhe ishte vërtet edhe të mërshme, sepse ishte vapë rënd, kishte edhe ndërprerje edhe të mësimeve në disa vende, dhe më thënë që ishte padurueshme, edhe këtu ka sa shkollat që nuk kanë klimatizim, dhe pastaj bëhet e pamundur që të zhvillohet procesi mësimor. Por shpresojmë që kalojmë tash kjo faza që ishim, dhe po shpresojmë që të kemi zbutje temperaturave dhe të shijojmë verën ashtu si tu. E çfarë masa kanë marrë deri tash për ta lehtësu këtë lloj vape nëpër zonat publike, në sheshe, parqe? Në fakt nuk ka ndonjë masë të veçantë, përveç se është një kujdes i shtuar ndaj njerëzve të vjetër, ndaj atyre që kanë probleme me shëndetin, natyrisht që ka edhe apele të gjithanshme që të ketë përmbajtje, që për konsumohet sa më shumë ujë, që të mos eksponohen diell njerëzit që kanë probleme me shëndetin, dhe këto këshillat e normale, po që të kenë ndonjë masë të veçantë nuk është që është ndërmarrë. Apo sjellën ai dëm si ngjyror këto temperaturat larta, ka ai dëm në organizim institucional, shtetëror, jetesës? Jo, në fakt nuk ka ajo që është, në qoftë se mund ta quajmë dëm, për shembull që ka ca raste kur procesi mësimor është ndërprer, tash varet se si do bëhet me ato orë të humbura, nëse do kompenzohen apo si do shkoj. Përndryshe nuk ka ndonjë masë të rreth, themi ashtu, që është ndërmarrur së paku tek neve, tek pjesa jugore e Gjermanisë. Mirë shumë, po a do të merren ndonjë vendim për të ardhmen, do të shqyrtohen politikat në Gjermani në përgjithësi, duke pas parasysh që ndoshta në të kaluar nuk ka pas probleme të tilla, por tani tutje mund të ketë. Ta zëm klimatizimi që në shumë vende nuk është në Gjermani, në shumë ndërtesa nuk lejohet. Si do t'ja bëjnë qytetarët? Ka ndonjë plan, program të ri, apo ende nuk kanë shqyrtuar, ju kanë zonë pa përgatitur, qysh na nxjerr neve dimri? Po pas me erdhi për të qeshur me atë që ta përdimoj, që ju zë gjithmonë. Po neve gjithmonë na nxjerr pa përgatitur, juve më ju nxon pa përgatitur, është më normale sepse nuk keni mësuar të kaluar me pas temperatura kaq larta. Po ne çdo herë ballafaqohemi me dimër, edhe çdo herë ballafaqohemi me probleme të borës gjatë dimrit. Është fakt, problemi i ndryshimit global të klimës është një problem që diskutohet prej vitesh të tëra në Gjermani. Dhe tashmë ky debat është ashpërsuar akoma më tepër, sidomos nga partia të gjelbërve, të cilët ekskluzivisht merren me këtë çështje. Dhe duket sikur
Gjermania ka probleme më të mëdha ekonomike, se sa të kujdeset për klimën dhe ca gjëra ikin ashtu në tavolinë, themi ashtu. Por ka natyrisht që ka nga në Gjermania është Republikë Federative dhe politikat e brendshme i kryen edhe republikat dhe disa republika për shembull e subvencionojnë aspektin e mbrojtjes së klimës, dhe më thënë ndihmojnë edhe njerëzit që kanë shtëpi dhe që duan të izolojnë shtëpitë. Ka ca mundësi për të bërë kërkesa për subvencionim. Janë masa që janë të ndërlidhura me shumë birokrati që vërtet janë edhe të mërzitshme për të pasur diçka sukses të tillë. Do thënë këtu më shumë bëhet politik me klimën se sa bëhet diçka për ndryshimin e klimës. Qartë, pra keni vazhdu njësoj, sepse ka pas shumë edhe kuriozitet e lajme interesante që vinin nga vend ndryshme Gjermanisë, Berlini, që shikmi po edhe policin me një aksion duke i fresku qytetarët, pastaj shumë qytetarë kanë zgjedhë edhe hotelet më shku me u akomodu për disa ditë, për shkak se ju mungon klimatizimin shtëpitë e tyne. Disa edhe freskinë për lumenj dhe liqene, çka keni boju? Neve nuk kemi pasur fatën të zgjidhim nga ato gjërat e mira. Jemi detyruar të punojmë dhe dorë në zemër javën e fundit kemi vuajtur pa gjumë. Ashtë reduktuar ori i punës diçka? Është reduktuar në disa vende, për shembull, ashtu siç e thash tek shkollat, për shembull. As në shkolla nuk ka klimatizim ose freskuse të ajrit, diçka të tillë? As në institucione? Ka shkolla dhe ente të caktuara të cilët janë objekte të papërshtatshme, themi ashtu. Gjermania nuk është ashtu e tëra klimatizuar. Ka edhe tek neve ca objekte të cilat nuk i plotësojnë kushtet në raste të tilla, por që bëhet pastaj zgjedhje që 3-4 orë të fundit për shembull në shkolla të mos mbahen, edhe shikohet pastaj mundësia se si të kompenzohen këto orë më vonë. Por ka edhe firma të ndryshme që për shembull neve javën e kaluar që ishte aq vap punonim deri në orën 2, dhe pas dite pastaj me që ishte papërballueshme pushonim. Iknim në shtëpi apo iknim kemi edhe liçenin këtu, freskoheshim dhe ja kalonim ditën. Po kudo që keni shku prap vape keni pas? Po, është fakt. Po, edhe aq më e keqja sepse edhe natën ishte një temperaturë të mërshme. Po, edhe gjatë natës. Mirë, duke shpresuar që herën tjetër kur flasim, tjetë situata më mirë, ani pse është qetësuar tani keni edhe rishje të shiut. Të falenderoj shumë Ramadan që realizuat këtë lidhje direkte. Përshëndetje për juve.